dhe kanë kohën e tyre kur bën. Po ju them, kam kërkuar në datën 2 shkurt. Afati maksimal që e rregulloria është 3 javë. Për njërën nga modelet e seancës pyetje. Ndërkohë që atje matan janë 850 nxënës minimalisht që shkojnë turni 2. 1700 gjyshër, njerë njëri njerë tjetri, që çojnë fëmijët atje në shkollë, turni 2. 1700 prindër kur s'ka gjyshër, që duhet rregullojnë gjithë agjendën e tyre dhe veçanërisht punën e tyre për të marrë një përgjigje se kur hapet shkolla 11 janari. Që po e përsëris ka mbaruar në datën 1 tetor. Dhe në këtë kuptim, tani unë kam bërë një tjetër seancë kërkesë për një tjetër seancë pyetje përgjigje, siç kam bërë një tjetër kërkesë për interpelancë, dhe që normalisht në bivendosim me njëra tjetrën dhe dalin jashtë afateve procedurale. Kjo e para. Dhe po e përsëris, nuk janë me racion. Instrumenti parlamentar i kontrollit parlamentar nuk mund të përdoret me racion. E dyta gjë që kam, dhe kjo është e përsëritur, kam një seri kërkesash për marrje informacioni. Një pjesë ja u kam bërë dhe juve tani për